Përshëndetje të nderuar miq, jemi në trojet tona, do shkojmë në Korçov, do të flasim me profesorin, publicistin, shkrimtarin Arber Çeliku, një figurë me një zë të fortë për mbrojtjen e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni dhe jo vetëm. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje zoti Balla, gëzohem që jemi përsëri pjesë e emisionit tuaj. Falenderoj. Faleminderit ju. Profesor, do ta nisim nga tragjedia pak ditë më parë në Koçan, me 59 viktimat të cilat u varrosën u përcollën në banesën e fundit, por duke sikur pas saj ka një tentativë për varrosjen edhe të përgjegjësve, të kokave të mëdha, të peshqve të mëdhej. Ju si keni parë gjithë këtë proces pas, sepse çudia më e madhe pak ditë zjat. Ju në një nga postimet tuaja shprehni për 3 tragjedi ka ndodhur pak sekonda. Por është 3 ditë po. A është përgjegjëse këtu vetëm qeveria e kaluar, po qeveria aktuale, sepse përgjegjësinë për të shkruar mund ta vendosin, po aktualja, se po bëhet gati një vit në pushtet. Shiko, unë kam qenë gjithmonë i drejt për drejt, mbase edhe kam vuajtur prej sistemit, por nuk prish punë çështja ime, sa ishte vërtet një tragjedi me 59 viktima dhe me të lënduar njerëz që do të kenë edhe pasoja jo vetëm fizike, po edhe psikologjike, sepse rastet e këtilla lënë edhe të dëmtuarit të rënë që janë në për spitale jashtë, domethënë pasoja dhe psikologjike. Kjo është të thot rasti 4 që ndodhen tragjeditë një pas njëshme kësaj natyre për këto 2 vjetët e fundit, të them kështu, edhe në të njëjtën mënyrë, shikon domethënë për 3-4 minuta po shembet gjithçka dhe do thot po rezulton me viktima me një numër të palogjikshëm njerëzish, domethënë. Kishim rastin autobusit në Bullgari, 44 të vdekur, domethënë në autobus e dini as si në filmat Hollywood, që po xhirohen edhe që po i shohim ne, domethënë për një kështu argëtim, ta them kështu. Ndodh për 3 minuta, dizet autobusi, nuk ka qasje për dal, edhe pse ka çekana për t'i thyrë dritaret edhe këtë edhe atë, domethënë rezulton me 44 viktima, është e çuditshme. Spitali modular po ashtu për 2-3 minuta. Kemi rastin e Besa Trans, do thot atë rastin e autobusit tjetër Durmo Trans, urrëzua, as kush nuk di çfarë ka ndodhur. Domethënë e keni parasysh rrugën që vjen prej Shkupit, dikush sikur do një fantazm ja kthen timonin dhe përplaset në mner dhe çuditërisht asnjë e vërtet nuk del shesh. Edhe rasti i Koçanit ishte rast një tragjedi shumë e madhe, tragjedi që vdiqën fëmijë në moshën 18 vjeçe, ku Ministria e Punëve të Mbreshme, po ashtu edhe vetë lokalet, sigurimet e lokalet nuk duhet ta lënë që njerëz fëmijë të kësaj moshe të hyjnë nëpër diskoteka apo bare natësh, që për shembull unë udhtoj shpesh në Amerikë, në moshën 21 vjeçare mund të shkelesh në një bar, lere më diskotekën, më kupton? Edhe këto është viktim, po është viktime e sistemi. Viktim e sistemit të çorientuar kur them në kuptimin e qëllimshëm, nuk flas për sisteme çorientuara në mënyrë pa qëllim, sepse ne zgjedhim politikan për të na përfaqësuar. Fjala ministër Galatinisha do thotë shërbyes, asgjë tjetër. Domethënë voton, zgjedh një organizim politik, që organizimi i njëjtë politik duhet të zgjedh ato shërbyesit, ministrat më të mirë që të jenë në shërbyes dhe shërbim të qytetarëve. Kjo nuk ndodh te ne. Te ne ndodhin gjëra, po unë jam dëshmitar i shumë rasteve pas konfliktit vitit 2001, kur qeveritë ndryshme kanë hyrë në përvembaninë shqiptare, kanë vrarë njerëz, rasti Brodecit, për shembull, rasti Sopotit, rasti Lubotenit, e kështu me radhë. Nuk është hera parë, nuk e di në Shqipëri, ju mediat a i ndiqni këto puna, po keni informacione ose jo. Domethënë, po ndodhin që 20 e ca vjet tragjedi të këtilla, unë kuptoj se tragjedi mund të ketë gjithandej nëpër botë. Është natyrshme, po jo tragjedi të prodhuara nga sistemi. Këtu është problemi i madh që tragjeditë proprodhohen në vazhdimsi nga sistemi politik i këtij vendi. Tani
atë që e the se viktima, se përgjegjësit e vërtet do të nuk është çudi. Unë nuk flas këtu në cilësinë as prokurorit, as flas në cilë, do thotë në shtjelloj një fenomen që po ndodh në vazhdimsi. Tani ne dim se oligarkët jemi në atë fazën postkomuniste ku me filozofinë komuniste janë krijuar oligarkë që kanë uzurpuar gjithçka. Ka raste që një person me një rrok që është tazëm sa imja ose më pak si profesor universitar ka në pronësi hotele, restorane, ku e di çfarë me vlerë 5-6 milion euro. Do thotë vetë ju tregon se si qëndron puna me këtë sistem. Këto oligarkët krijojnë edhe atë hierarkinë e tyre të varësve, që në emrat e tyre regjistrojnë kompani, regjistrojnë firma, shpëlajnë para e kështu me radhë, derisa të jetë kështu ne do t'i kemi gjithmonë këto probleme dhe nuk është çudit mos vehen në pranga edhe përgjegjësit e vërtet të kësaj situate. Po përgjegjësi më i madh është sistemi, përsëritem. Ai prodhon. Sistemi politik. Tani nuk është më rëndësi, ai kaluari, ai i tanishmi, nëse vazhdon, do thotë në këtë formë sistemi i tanishëm, do thotë do krijoj besim të qytetarët, do ta amnistoj vetveten, ta shohim. Kjo qeveri është dikur 7-8 muaj. Edhe do ta shohim se si do të rrjedhin punët. Të paktën të kthehet besimi te qytetarët, sepse nuk e di a e dini ju në Shqipëri, domethënë besimi publik që do thotë edhe i proklamuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtu që godasin po ashtu sistemin e drejtësisë, në vazhdimsi, siç ndodh në Shqipëri, po këtu me mjetet të tjera, është 2% vetëm besimi te gjyqësia. Do thotë që flet shumë për një sistem të degraduar. Një sistem të degraduar, sistemi që ju thoni një nga përthimet tuaja që shkruhet në kartel. Po, është kthyer në kartel, është e vërtetë. Domethënë dikur kemi pasur parti politike, bile madje të paktën një ndjer krenar sepse po filluan të ecin të avancojnë të drejtat kombëtare shqiptare, do thotë me marrëveshjen kornihistorit, u kthyen në klane, pastaj në banda, sot janë kartele edhe këtu nuk ka diskutim, nëse dikush mund të dëshmojë të kundërtën, mendoj që po të vazhdojë të funksionojë sistemi, do t'i shohë edhe populli se janë vërtet kartele. Profesor, tentuaj që për këtë ngjarje kishte edhe akuza sikur t'i vishe me baza etnike arrestimi i ish-ministrit shqiptar, u tentuaj që të devijohet kjo apo? Unë mendoj që ka pasur për herë raste të këtilla, sidomos rasti Monstra që quhet, ku vranë ca trinj, edhe aty nëse u kujtohet e morën një grua moshës 7, një zonjë plakt moshës 70 vjeçare, e veshur kuptohet sipas traditave me shami, me ato do thotë me arrestuan për kot për fshehur gjurmët e vërteta. Ka njerëz të burgosur pa faj shumë në Maqedoni, sidomos rastet e montuara politike. Ky rast për mua, unë nuk mund të flas cilësinë e prokurorëve, as do thotë gazetarëve që quhen hetimor ose investigues, këtu duhet ta lëm. Unë nuk jam për atë që dikush pa të gjykohet edhe do thotë edhe nga opinioni publik, sepse ka edhe mendime ndara, sepse njerëzit kanë urrëtie, ne kemi gjeneruar urrëtie ndërpartijake, është e vërtet gjithandej edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe gjithandej. Ka njerëz që kënaqen me fatkeqësinë e tjerëve gjithmonë, siç e dini, mezi presin dikush të ketë fatkeqësi, por ky rast është thjesht një rast që sigurisht që mendoj nëse nuk ka faj, personi që atribuohet në fjalë do të jetë i pafajshëm, sepse të paktën gjyqësia nuk funksionon në bazë thashë themeve, por në bazë fakteve. Drejtësia funksionon në bazë fakteve. Megjithatë, duhet mos e ngatrojmë këtë rast politik me rastet e njerëzve që janë në burg për gjëra, do thotë sepse është tekur të mbulojë një situatë ose kjo. Unë nuk dua do thotë nuk mund të hiqet një paralele mes rasteve siç janë do thotë Agim Islami e qindra të tjerë që përkalën në burgjeve,
ky rast duhet mendoj të shifet se si do zhvillohet, se në çfarë situatash do zhvillohet edhe do thot procedura parahetimore, ose unë mendoj që njeri nuk mund të jetë në burg nëse edhe jam i bindur se edhe te ne duhet funksionoj kjo duke pasur parasysh se ne kemi përfaqësuar ndërkombëtar, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vend, dhe nuk e di epilogun e këtij rasti, edhe nuk dua shumë ta komentoj, po dua të them kjo është një mesazh tjetër që askush nuk duhet bëhet marionete e atyre ta quaj liderëve profet të rejshëm, unë i quaj në përshkrimet e mia nëse kemi pa, sepse po i djegin. Domethënë të kenë kujdes kush, çfarë funksioni merr, çfarë nënshkruan edhe çfarë përgjithsisht do të mbaj, sepse nuk mund të mbulohen njerëz do thot për dekada të inkriminuar në raste të tilla dhe të marrun përgjegjësinë atyre. Domethënë gjithandej këtu në institucione, personalisht më ka ndodhur edhe mua që nëse unë nuk nënshkruaj dikë që nuk e kam as do thot përgjegjësi juridike, domethënë me një autorizim gjërat nuk bëhen. Do thot duhet njeriu do thot personat që marrin funksione duhet të ruhen, të kenë kujdes sepse mund ta psojnë shumë keq, sidomos në ato format ku po shplahen para të pista për persona, për epror ose për raste të tilla, që kjo unë mendoj që në Maqedoni nuk do mbaroj me këtu. Do Maqedoni do ketë edhe raste shumë më të çuditshme në ditët në vijim. Më kuptoni? Domethënë janë raste që po dëmtojnë rënd shoqërinë. Edhe shoqëria jonë nëse nuk pastrohet nga këto gjëra, do të duhet të ikim gjithë. Do të duhet të marrim atë strajcën edhe siç kemi filluar në vitet 70, sidomos tu Kërçov që është boshatisur vendi, edhe do duhet të gjejmë rrugëzgjidhje tjetër, sepse sistemi vret, sistemi diskriminon, sistemi të persekuton edhe pa faj, sistemi të shty tragjedit janë. Mirë, po tragjedie e përditshme që unë këtu 1 kilometër vijajrore po thith atë mazutin te termocentrale Oslomej, që 20 vjet e kam alarmuar situatën përmes shkrimeve, jam etiketuar si armik e Partisë Pushtet sepse tenderat i mbajnë ata, milionat i marrin ata, unë thith mazutin kancerogjen që tani doli se vërtet një kompani e ndërlidhur, të thot me pushtetin e së shkuarës që është ende deputet në parlamentin e Maqedonisë, edhe do thot dyshohet, nuk them se është punë e krye. Po do të tregoj drejtësia a është e vërtet apo s'është e vërtet. Megjithatë, zoti Balla, tymi del për ditë i zi. Tymi sapo ndizet 2 ditë është një tym katran. Po ta hyni në për faqen time të Facebookut, mund të shihni edhe me incizim, jo vetëm edhe me foto, se çfarë tymi kjo popullat po thith. Edhe çfarë mënyre jetese po bën. Njerëzit po vdesin prej kancerit, njerëzit po janë me smundje të mushkrive, për shembull siç jam unë, do të një ftoje e vogël edhe nuk e marr dot veten, edhe nuk lejohet asnjë do thot nuk ka as ankesa, as asku, njerëzit janë vënë në heshtje si me sus. Është mbjedhur, i është imponuar frika, njerëz të pak që flasin po anatemohen dhe po heqin nxit e ullirit ditë për ditë. Shantazhon me vende pune, hiqen prej vendeve punës e kështu me radhë. Profesor, doja t'ju pyesja në pyetje në vijim që me 7-8 muajt në qeveritë e Mickovskit a ka ndryshuar diçka, edhe a ja vleni në qeveri? Por ju me përgjigje që mllat unë e kuptova, por për të kaluar tek pjesa tjetër, ajo që është si shpresa, alternativa, apo ka katarsis brenda BDI-s, sepse në zgjedhjet e ardhshme ajo do të jetë alternativa. Do t'ua them shkurt, besoj që do ta kuptoni edhe ju publiku. Unë thjesht kam bërë një shkrim në 2017, është botuar nga shumë mediume për më falë, në 2021, duke hequr një paralele me virusin korona, do me thënë kam folur për mutacionet politike, që sa herë po humbet kredibilitetin ta që kështu besueshmërinë një parti që është gjatë funksion, po krijon mutacione vazhdueshme, sa herë krijon një mutant që është edhe më i zhvilluar. Uroj që
ja si thatë ju, kjo strukturë që njerëz janë endur në për gjitha partitë, nuk është ndonjë risi politike, sepse këta risim politike nuk e duan. Ta risit politike i zhvillojnë, do të thotë i kanë në dispozicion 100 mediume dhe po i ndalin qysh në start të bërjes së një koncepcioni të ri politik. Veç ka do them, uroj që ky informacion mos jetë mutacioni i fundit për të shpëlat bëmat e dikujt dhe për të shpëtuar lëkurën dikujt. Unë kaq them, nuk them sigurt sepse mund tjetë, por ka njerëz të recikluar politikisht shumica prej këtyre. Njerëz që 20 vjet kanë përfituar në krahët atij subjekti në çdo aspekt, edhe po dalin brenda natës dhe po bën armiq kryesor të atij subjekti, që nuk është e natyrshme, që nuk është as burrërore, as asgjë që këta disa prej atyre njerëzve që më kanë, do thot, më kanë luftuar në atë luftën e shtrigave, do thot, më kanë bile edhe personalisht më kanë thënë ndalu kjo ajo, dhe sot ata bëhen njerëzit më të rrezikshëm të asaj sistemi. Kjo i bie që armiq më mëdhej janë brenda vetvetes ose janë thjesht një formacion që kanë qëllime të tjera, por unë shumë uroj që ne shqiptarët të paktën krijojmë një formacion politik, të mbrojë interesat e qytetarëve, sidomos interesat, do thotë parandalimin e egzodit masovik që ndodh këtu, të një dyndje të madhe që nuk ka ndodhur në kohën e Rankovicit nga vitet 60, nga viti 57 deri viti 70, deri vitet 90-ta, do me thënë, sepse këtu janë bërë 2 projekte. Akademia e Shkencave në krye me Rankovici atëhershëm ka idejuar atë që do të kanë bërë një marrëveshje me Turqinë dhe kanë përzënë 500.000 deri 1 milion shqiptar nga Maqedonia, nga Lugina e Preshevës, nga Kosova, po ndërpritet marrëveshja. Projekti i dytë i Titës është ta hap vendin, se Shqipëri, dihet, vendet komuniste janë të izoluara, e ka hapur vendin me synimin që të ikin shqiptarët dhe mos kthehen kurrë më këtu. Edhe fatkeqësisht tani po dalin në shesh këto punë që nga periudha 2010 deri 2020, për 1 dekadë, statistikat flas zyrtare, të dhënë vjet nga, do thot, para shpërbërjes, nga kryeministri që ishte Bytyqi, më thënë kanë ikur, kanë lëshuar vendi 700.000 njerëz. Kryesisht për atyre janë, nuk është globalizimi, 70% të paktën shqiptar janë. Shqiptar, 70%. Domethënë, këto janë ato ndërthurjet politike shoqërore që ndodhin. Mirë po, shoh tani këto kanë edhe përplasje ky formacion, siç u quhet. S'dua shumë përmes emrave, thjesht nuk kanë vlerë më për mua personalisht. Ato akronimet të tyre nuk vlen fare. Taskut. Unë i quaj partia qyqeve, partia e këtij atij, sepse vërtet qarllëk kam bë. Ku kam aty qarllëk, sepse unë një djalë vetëm edhe që 3 vjet e gjysmë kam thënë djalë shko, sepse këtu mund të vritesh, mund të ngelesh pa punë, mund të nuk e kam fare problem më ti them. Mirë po akronimet e tyre s'dua t'i përmes sepse nuk vlen. Profesor, ne gjithmonë kemi parë edhe shpresën që mund ta vinë prandima edhe nga jashtë SBA-ja, Shtetet e Bashkuara. Si kanë qenë muajt e fundit pas ardhjes së Donald Trump? A ka qenë aktive përfaqësia diplomatike aty? Sepse në Shqipëri isha në Amerikë për mosimdhënie, domethënë kur filloi puna edhe e pash nga afër situatën, tash i kemi një kthesë politike, nuk është më ajo politika amerikane që tërhiqe mos e pkut, sepse do thot ne kemi përvojë që kemi pa që ajo politika tradicionale amerikane ku ka vënë këmbën nuk ka dalë shumë barë. Më kupton në atë aspekt, domethënë ka pasur gjithmonë probleme ndërmjetme politike, janë ngritur ja kështu punë oligarkësh, ka mbështetur parti politike për interesat veta që nuk kanë, ka mbështetur njerëz që nuk kanë as background politik, që janë ngritur brenda natës e kështu me radhë. Domethënë unë jo se kam qenë shumë i kënaqur me atë politikë, sepse thjesht këta njerëz ekzistojnë me emrin në gojë siç i shef ti Amerika, që abuzojnë edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
Megjithatë, Trumpi është një kthes radikale kjo që po bën, do me thënë ja mbylli Ministrinë e Arsimit, universitetet sot publike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk marrin me asnjë cent, sepse thjesht po kërkon do thot po mëtohet të krijohet një vlerë më aq se sa që ofrojnë shumë institucione, sa miliona njerëz janë përzënë nga vendi i punës. Me rastin e USAID-it e patjo, çfarë ndodhi? Do me thënë janë në vazhdimsi, janë mbështetur financiarisht projekte të ndryshme që nuk kanë pasur qëllimin e vërtet, avancimin e shoqërisë ose të politikës, por të klaneve dhe të këtyre ndërlidhjeve që kanë oligarkët mes vetes si në Shqipëri, si në Kosovë dhe si në Maqedoni. Ai paralajmëroi se do të çojë një grup prokurorësh tani, së shpejti të shohin ku ka shkuar paratë e buxhetit të Amerikës që do të mbushen nga punëtorët e krahut atje, shumica nga firmat që punojnë ndershmërisht. Edhe kjo do të ketë pasoja të mëdha, mendoj që për gjithë ne si rajon, sepse mbështetja nuk është e pafund. Mbështetja kur shef se ti nuk e mbështet vetveten dikush, nuk do të mbështes kur ty. Do të thotë ti e përgjegjës për shtëpinë tënde, jo unë vidh shtëpinë time, prishe shtëpinë time dhe ti pres të ma rregullosh mu shtëpinë time. Do të them kështu më shkurt. Këto nuk janë më maksima për ti ruajtur në kokë. Pavarësisht asaj, gjithë gjenerata jonë, rinia po ndryshon, ne do të jemi në hap me kohën për t'i kuptuar problemet rreziqe që na vijnë, edhe mund të ketë pasoja të rënda për ne si popull dhe si kombë. Kështu unë mendoj, të paktën nga kjo perspektivë. Se kjo e pasojave të rënda duhet ndalen, pra, cilat mund të ishin pasojat? Dhe së pari mund kemi një plan, një projekt të administratës Trump që mund të prekë Maqedoninë e Veriut, është më reale kjo apo që të forcohet boshti Hungari, Serbi, Maqedoni, pra kë shikoni më reale dhe kush janë ato pasoja që ju sapo folët? Unë prej kur ka filluar edhe konflikti në Ukrainë, me që po jam djegës pasues, kam lexuar shumë, kam përkthyer Jedini Habermasin ato që është njeri më me ndikim që i parasheh punët, edhe thjesht unë kam krijuar një version timin, mendoj se edhe kam thënë që qëllimi ka qenë Evropa, nuk ka qenë askush tjetër, do me thënë është një lloj do thotë krijimi një rendi të ri botror që do të prek Evropën shumë, sidomos Evropën bosh, që e quaj unë, për shkak se as Rusia, po as Shtetet e Bashkuara nuk duan një konkurrent fort, si ekonomik, si politik. Edhe ashtu të rezultoi pas 3 vitesh tani që Gjermania e gjithë Evropa bërtham, po përballet me probleme të mëdha dhe do të jenë edhe më të mëdha, sepse evropianët për mua, me që unë nuk i njoh vetëm ashtu, po thjesht një dekadë kam kaluar, kam bërë edhe doktoratën atje, edhe i njoh shpesh u them njerëzve, nuk mund të funksionojnë kështu gjëra sepse dikush në mënyrë lapsuze, ajo Evropë neve na ka ndarë. Bismarcku në Kongresin e Berlinit dhe në 12-ën, domethënë janë këto fakte që unë nuk mund t'i mohoj, por ne duhet të krijojmë aq shumë njerëz diplomat fuqishëm që të lobojnë edhe të ndikojnë në ndryshime pozitive. Jo merre një bone ambasador një njeri që ka marrë me telefon një fakultet ose në universitetet fantazma që janë sot universitetet private dhe sot e ka përgjedhur në bazë të lidhjeve farefisnore dhe dërgojnë ambasador në një vend që ai nuk di as pak të historinë e popullit vet, kulturën e popullit vet, gjuhën e vet, po të di të bëjë diplomaci në një vend siç është Gjermania apo Shtetet e Bashkuara e kështu me radhë. Domethënë kemi raste të tilla plot që kanë abuzuar edhe me emisarët që duhet ta promovonin çështjen tonë kombëtare jashtë. Skenari që thua ti mund të jetë edhe ai skenar, më fal, zoti Balla, skenar që është më pak i mundshëm, mendoj që po pozicionon edhe fuqitë mëdha, po shifet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bazat kryesore në Bonstil në Kosovë. Sazami tani e shifni ju se çfarë ndodhi, është i marrë komplet nga dhëndri Trumpit. Deti po ashtu është për flotën amerikane,
që ujrat ja kanë dalë moti Franca, Italia dhe Gjermania, nuk mund më bazat, unë kam qenë në Heidelberg, moti janë, baza më e madhe amerikane e ushtrisë ka qenë në Heidelberg, nuk është më, edhe kështu që mendoj që ne shqiptarët duhet ta shfrytëzojmë këtë si mundësi për të paktën për të pasur një këzon. Tani, nëse ndodh kjo, që them unë, do të thënë një riformatim edhe i territoreve politike të tanishme, atëherë mund edhe të humbasim territor, jo se jo, domethënë veriu i Kosovës është pak më problem, siç do ta shih, nëse do të ndodh, megjithatë përsëri them edhe humbjat nuk do të jetë aq e madhe, domethënë do të ketë një kompromis, marrje-dhënie, por të paktën zotri Balla, fëmiu im jo, sepse nuk jeton më këtu. Edhe nuk e di se si do rri edhe shumë fëmijë të tjerë, po ju që keni fëmijë këtu të paktën do të mund të rriteni me një frymë të lirë dhe me një si them me predispozita të kënaqshme jetësore, jo në këtë formë të ketë frikë, do thotë mbaroj fakultetet dhe nëse sherifët lokal të një partie politike nuk e pranojnë ose degradojnë ose do thotë gjëra të tjera. Domethënë, mund bëhet më mirë, jo më keq. Ridefinimi është prek vetëm veriun, një nga skenarët, apo po hapurtia e Pandorës? Kryesisht jam marrë, do thotë kryesisht mund t'jap gjykim për fenomene, me që nuk mund të them, nuk jam krye këput person që flasë dhe nuk dua të flasë sonambul, por mendoj prerja marrë me fenomenet edhe mund të gjykoj fenomenet, ky do tjetë, tani çfarë do ketë marrje dhënie në atë kontekst, nëse do ndodh, po do shohim me ardhmje e afërt mendoj, shohim edhe Bosnjën se si do shkojë, edhe aty do është një problem tani që po ndodh, edhe mund të shkojë deri në atë masë sa që të ketë një riformatim të territoreve politike të tanishme. Ashtu mendoj unë. Po, për në Maqedoni, profesor, një ridefinimi, cila mund të ishte zgjidhja? Pra, cili mund të ishte ridefinimi që mund ta zgjidhë çështjen e Maqedoni, që mos kishim këtë problem nisur edhe nga fakti të pyes paraprakisht edhe çështja e balancuesit, sepse u tha që do hiqet balancuesi, do vihet meritokracia. Po them diçka këtu, pa mos të keq kuptuar. Populli shqiptar dhe Maqedonas, edhe etnit tjera, Maqedonia është shtet i natyrshëm, shumë etnik, multietnik siç e quajnë këta. Mirë po me mëvecin e shtetit të Maqedonisë, do të thënë, juridikisht nuk e ka kuptuar politika maqedonase se me përjashtim nuk bëhen gjërat, popujt duhet të integrohen. Ne historikisht kemi pasur pak kacafytje, ky është realitet, që nuk ka ndodhur për shembull, ja Irlandën e ke për arsye fetare, Belfasti 800 vjet i ndarë. Lufta 30 vjeçare në Gjermani pas shpalljes protestantizmit nga Martin Luteri, sa ka marrë 10 milion njerëz ai lufta 30 vjeçare, 7-8 milion mbas statistikave. Ne nuk kemi pasur probleme të tilla as ndërmjet vetit, do thot për me që jemi të tre besimeve, ku nuk ka arrit askush na fus në lufta të këtilla, po as edhe me Maqedonasit, jo se kemi pasur konflikte të këtilla që vritemi njëri me tjetrin historikisht. Me thënë, kemi pasur një lloj dialogu në breshëm që ky dialog është bërë vetëm politikisht edhe është trajtuar si i tillë për arsyen e vetme të përfitimit në emër të patriotizmit, gjoja të patriotizmit, unë e quaj gjoja patriotizëm, apo patriotizëm, si të them, i rreshëm, si nga ana e politikanëve shqiptar, ashtu edhe nga ata Maqedonas. Megjithatë, për filozofinë, për doktrinën maqedonase po flas, ata kanë vazhduar këto lloj politikash të ideuar nga Akademia e Shkencave të ish Federatës Socialiste Sërbe, ta quaj, që sot është edhe më e egër, edhe nuk e kanë kuptuar se një realitetin natyror që ky vend ka 1/3 edhe me statistik të popullatës shqiptare. Domethënë ne, zoti Balla, po a them edhe këtë,
që thonë që Kina ka vë kuotë në lindje, nuk lejohet më shumë se 1 lindje. Ne nga vitet 65 deri 70 sa, ne kemi pasur si shqiptarët Maqedonisë edhe në Kosovë kuotën e lindjes jo më shumë se 2 fëmijë, kanë ardhur na kanë kontrolluar në shtëpi. Domethënë shqiptarët në ish Jugosllavi kanë pasur kontrollim edhe të lindjeve, që të mund Po, do thotë që në fakte historike. Ne për shembull vitin 89 unë jam nga Kërçova, është mbyllur shkollimi i mesëm. Gjimnazi Kërçovës u mbyll për shqiptarët. Domethënë gjimnazi i Gostivarit kemi pasur diferencim për jashtim masovike të profesorëve të shkollave të mesme, edhe jam detyruar të shkoj në Shkup sepse vetmja mundësi ishte në gjimnazin Zef Lëshmarku 4 paralele gjithë shqiptarëve të Maqedonisë. Domethënë ne kemi pasur mbyllur shkollat e mesme. Do thotë sot edhe ka ende deputet që janë në Parlamentin Maqedonas që në tenda, në çadra si thonë rrinë me 6-7 muaj që të na ndalojnë arsimin shqip. Ne kemi pasur kohët edhe në universitetet, 2 universitetet Maqedonas, 2 universitetin e Shkupit dhe në Universitetin e Manastirit, 10% vetëm gjithë etnit, jo vetëm shqiptarët, ku edhe Maqedonasi shkruesin shqiptar dhe po zinin vendet edhe 10% që ishin të rezervuara për ta quaj kompsit ose etnit jo maqedonase. Më thonë, ne s'kemi pasur asfalt, ne s'kemi pasur ujë, ne s'kemi pasur kanalizime. Më thonë, shkoni sot shifni fshatrat maqedonase, gjithandej, ato kanë asfalt nga vite 60-a, 70-a, edhe kanë qenë 10 shtëpi. Vendbanime shqiptare janë me 500 shtëpi, me 1000 shtëpi, nuk i kanë pasur këto, i kemi bërë shumicën pas komunizmit me duart tona, me mjetet tona. Më thënë, kjo flet për atë që një sistem të ka, të thotë, këta nuk e kuptuar, një universitet hapën mbi gjak në Universitetin e Tetovës. Nuk ka histori në botë që një universitet hapet mbi gjakun e dikujt. E tani çështje tjetër sa jemi ne të vetëdijshëm i çojmë përpara ose duam ta uzurpojmë, edhe të hakmerremi për njerëzit që nuk mendojnë si unë, ose të krijojmë armiqësi në fantazi dhe të hakmerremi njerëzve që janë. Por ne po bëjmë një gabim, po marrim implikaturat politike që na i kanë ofruar në vazhdimsi sistemi komunist dhe politika maqedonase nga vitet e 90-a. Edhe ne e bëjmë të njëjtin. Edhe thonë shumica që ky egzot nuk ndodh për bukë, shqiptari kur s'ka pasur problem për bukë Maqedoni. Kjo ndodh për shkak të diskriminimeve të këtilla, për shkak të mosqasjes së dur, për shkak të punësimit të njerëzve pa merita, për shkak kapjes sistemit, për shkak se nuk funksionon spitali. Nuk mundet, zoti Balla, të ketë dikush kryetari i komunës ose dikush makinë 200.000 euro, a spital mos ketë infuzion t'i japi shkon vetë ble. Këto janë gjërat absurde për një shoqëri. Ose ministri tjetë me pallate gjysmë milion euro, me gjitha format e luksit, ndërsa nuk ka spitali. E dini rastin në Gjermani kur ka shkuaj Mubaraku, qërohet me zemë, ti kur nuk e mund të bësh spital në vendin tënd për një, pse vjen këtu të kurosh në Gjermani? Me thënë, këto janë parametra, sepse këta mund shkojnë jashtë kuron, fëmijët e këtyre studiojnë jashtë, fëmijët e asnjë politikani nuk kanë braktisur vendin tonë. Fëmijët e këtyre njerëzve, do thotë fëmijët e njerëzve që punojnë me drejtësi, që kanë një rrogë mujore ose punojnë me bujqësi ose me blegtori. Do janë raste shumë të rënda në shoqërinë tonë që po ndodhin. Edhe që do ketë pasoja dhe më të mëdha. Kemi problem sistemor, neve na vret sistemi, pavarësisht kush është ai që përfaqëson këtë sistem. To janë. Profesor, lutem thuaj diçka mjet një gjykim edhe për shqiptarët e pjesën tjetër. Çfarë po ndodh në Kosovë? Aktualisht nuk kemi qeveri. Në Shqipëri, por edhe në pjesët e tjera. Sepse deri para pak kohësh kishim 4 kryeministra, kurse gjërat kanë ndryshuar shumë shpejt. Tani po të flasim, unë thash nuk jam mos keq kuptohemi, Kosova, me që jam edhe shtetas i Kosovës, nënën e kam të Kosovës, kam dhënë mësim 10 vjet, kam ndihmuar në themelimin e, për shembull, departamentit gjermanishtes Prizren, kam qenë pjesë e UBT-s për 5 vjet e kështu me radhë, kam vërejt se ka një shoqëri civile, një shoqëri
që nuk e ka Shqipëria për shembull si shtet, do thotë më i hershëm edhe më i konsoliduar. Më thënë, s'dja ke vënë re të gjitha proceset politike, po them që janë ndryshuar, po dhunshëm janë ndryshuar. Nuk e di pse do ndodhe kjo, gjithçka të bëhet me dhunë dhe të ndryshohet me dhunë. Ne kemi atë konceptin, gjithmonë koncepcionin se me dhunë do të bëjmë gjithçka. Ndoshta edhe kjo është çështje sistemi. Megjithatë, Kosova mendoj që është më mirë si në aspektin e gjyqësisë, se te ne, por nuk është më mirë në aspektet tjera që duhet, është shumë e preokupuar me të drejtë, domethënë edhe qeveria Kurtit ka qenë e preokupuar me veriun e Kosovës sepse po cënohet sovraniteti territorial i në vendi, po duhet ta kuptoj edhe Kurti edhe kushdo qoftë se pa ekonomi do mbesin gjërat, pezull, do thotë, është shumë e dhimbshme që shoh që gjithë kosovarët, duke pasur një mekësi atje, ose është çështje mentalitetin e nuk i besojmë njeriut ton, edhe po vinë Shkup po kurohen gjëra tjera. Ju ndoshta Shqipërisë edhe ju s'besoni, shkonin në Kosovë, gjeni alternativa tjera apo në Greqi ose kjo ajo. Shqipëria po ecë shumë dylber, realisht. Ne dikur kur vinim na duke si kur theshim Maqedoni o çao skuer. Atë që ishte një pasqyr, një, si të them kështu, një hendek në pamje, sa që vinim nga malli, se unë udhtoj nga vit që atë ditë kur hapur Shqipëria, kam shumë miqësi, jam për ligjeratat hapura, kam kolegë plot edhe kështu ashtu. Megjithatë sot ndodhe kundërta, kur vi Shqipëri trishtohem, thom, e këtu në Maqedoni, kur hyn nga Shqipëria, u thom sa hecaj vend. Rrugët, gjërat, tani për herë të pari e pas se kishte vazhduar edhe autostrada nga Shkodra deri që duhet lidhet me Qaftanën, domethënë deri te aeroporti edhe deri te autostrada Durrësit po punoi. Maqedoni shikoni në autostrada Kërçov-Ohër u bë si spitali i Kërçovës që 50 vjet po punohet, po investohet edhe s'po del gjë ndrit. Edhe ajo autostradë edhe kjo. Më thënë, koncepti patriotizmit duhet dal këtu. Patriotizëm nuk është më trafish gjoksin, kam pas pushka, kam bë luftra, në rregull, gjithë kam bë, edhe francezët, edhe ato, kam bë edhe luftra shumë përgjakshme, edhe popull tjerë. Domethënë po ka shkuar. Patriotizmi, Skënderbej modern është ai që ndërton rrugë, që ndërton spitale, që hap vende pune, që nuk e diskriminon njeriu në vet, që e çmon bazë vlerës. Domethënë këtu në Shqipëri e shoh që në aspektin ekonomik po ecë më mirë, ndërsa në aspektin politik unë nuk them që duhet prapë është problem sistem. Prapë është, do thot, Rama duhet të marrë më shumë guximin dhe të ndryshoj sistemin, sepse ja thjesht sigurimet, po humbi puna, po humbi që ka perëndimi nuk i ka. Njeriu mund të gelet pa punë në këto rrethana, do të mbesish rrugëve, të dalish edhe të lypish rrugëve. Në sistemi shëndetësor kështu me radhë. Janë gjëra që ne i kemi ngecur gjithë si popull shqiptar, flas, të gjithë i kemi të njëjtat probleme pak a shumë sistemore. Megjithatë, ju edhe Kosova duhet të ishit më mirë për shkak se ju nuk keni pasur një sistem të këtillë, do thot për to 30 vjet flas, një sistem politik tonin, një përfaqësim tonin politik, po që operon me mjetet e komunizmit. Domethënë, ju jeni, do të sidomos Shqipëria duhet të kujdeset për njeriu në vet. Ja, lugina e Preshevës është më keq. Po, është më... Janë tronditse gjërat. Për shembull, ne të paktën marrim nga buxheti i shtetit, nga ajo që i hapim nga investimet për shkencë, për shembull, Shqipëria i ka nga PPB-ja, do thot, nga prodhimi bruto që quhet 0.2, vendet e Unionit Evropian 2.80 kanë shkuar. Kosova 0.1, Maqedonia 0.4, aty do me thënë, janë gjëra që dukshëm, por në Maqedoni neve na diskriminojnë. Nuk na japin atë që na takon. Edhe me marrëveshjen e Ohrit, që është dashur të realizohet për 5 vjet, ka qenë përfaqësimi numerik mbas numrave, që sot ja ta zëm, në atë kohë kemi qenë 25.4%, diku 19% është përfaqësimi numerik ose edhe pjesëmarrjes në fonde të ndryshme, qoftë kjo, qoftë ajo. Domethënë, ne kemi... Ajo marrëveshje në vetvete ishte një kompromis, po me kompromiset e shumta që u bën brapa, ajo u privatizua.
si privatizohen sot do thotë institucionet publike, shkolla, universitete, kështu për hir të për qëllime personale, domethënë është privatizuar. U privatizua. Eja se cila parti politike që vjen e privatizon formën e vet. Profesor, më lejoni të ndalem për ta mbyllur tek ajo që ju preket Preshevën, edhe gjendjen atje. Ndoshta po rikthehem tek teza e mandatit parë të Trumpit, ajo e rishikimit kufive. Do ta shpëtonte tërheqjen këtej, edhe me kostën e shkëmbimit? Unë mendoj që do ta shpëtonte, flasim gjithmonë në lidhore, do thotë sepse nuk i dim gjërat. Do ta shpëtonte, po nuk do mbette korridori ortodoks të ketë dalje në Greqi, andaj domethënë do krijojë një korridor aty, nuk do ishte i plot. Do lije një hapësirë ku do të lidhte korridorin ortodoks. Mendoj Greqi, Serbi, Bullgari, edhe më tej. Domethënë edhe aty mund të kemi një lloj humbje si popull. Pa llogaritë efektin domino pastaj pjesën tjetër. Tani ndonjëherë, prandaj nuk është dashur shohim vetëm interesin personal, është dashur të krijojmë strategji më thella kombëtare, është dashur të krijohet një, si them ta quaj kështu, një bord mbar kombëtar që do mbikëqyrte këto procese. Kushtetuta e Shqipërisë neve në letër na mbron, po politikisht pak është bërë për këtë punë. Kosova ka problemet e veta, ne shqiptarët e Maqedonisë kemi qenë gjithmonë ata që kemi kontribuar në çdo proces politik, nga shpallja e pavarësisë në Vlorë, në Kongresin e Manastirit, në luftën e Kosovës, gjithandej shqiptarët e Maqedonisë, i nderuar zoti Balla, atë shumë kanë dashur Shqipërinë, sa kanë thënë rroften Verhoxha dhe 20 vjet burg ka përfunduar. Edhe krenar. Domethënë, ne kemi hapur shtëpitë për 1 milion të dyndur nga konflikti 99-s, do thotë nga lufta, jo konflikt. Unë e quaj konflikt më shumë këtë Maqedoni, jo luftë. Domethënë, i kemi hapur dyert edhe kemi strehuar familje, që sot më vjen keq që neve po na lën anës si qeveria e Shqipërisë, si qeveria e Kosovës, nuk ndërmarrin shumë për ta kthyer borxhin historik. Profesor, më thatë një tezë interesante, të krijohet një bord për trevat shqiptare. Një bord i fuqishëm, me njerëz të fuqishëm, me biznismen, me politikan, me ish politikan, me ish diplomat, me intelektual, që të shihet, monitorohej, kjo do të ishte strategjia kombëtare, sepse ne, zoti Balla, nuk kemi pasur, si të them, burjuazi në kuptimin, nuk kemi pasur ato që kanë krijuar, për shembull, aristokraci 700 vjet popujt tjerë. Ne ka ardhur, Turqia ka kriju një aristokraci për interesat e veta, kush ka qenë më trim, më azgan, që të mund t'i shtyp të tjerët. Ka ardhur Tito, janë njësoj. Ka ardhur ta zëm partitë tona politike, nuk e di, edhe Shqipëria, teren qarkar, gjithë njën, jo njerëz o të burgosur për vjedhje, o për drogë, o për ashtu, sot janë ata në krye të partive tona politike. Domethënë, ne s'po bëjmë dot një aristokraci, një burjuazi që të mund bënte, domethënë një strategji kombëtare. Edhe jo rastisht jemi këtu ku jemi, edhe do të jemi edhe, ndoshta edhe më keq, nuk dua ta them. Çdo intelektual, thonë janë të rrequr intelektual heshtin, po si më heshtin? Ti i monton, e nxjerr prej pune, e degradon, e rreth, unë nuk e di si, e përgjon, për shembull, unë tash dua të shoh variantet juridike që pse më ka përgjuar shteti për 5 vjet. Nuk e di pse. Ka përgjuar. Po, personalisht po e them hapur. Pse më kam fotografuar që dhe s'kam bërë asgjë. Domethënë, pse kam folur për fenomene dhe nuk jam marrë me njerëz. Nuk jam marrë kur me emrat përveç. Pse jam marrë, pse ka mazut kancerogen, nuk marrë dot frym në shtëpinë time. Domethënë, tu kam prishur matematikat e dikujt. Sepse mos dikojmë te populli. Ja kishin këto ka 60 mediume dhe po të bojnë brenda natës ty, po shpallin njeriu në maturyer. Më thënë, këto pasoja i kam edhe unë. Do t'i kem vazhdimsi. Tash çfarë duhet bëj unë? E vetmja gjë që ta të turprojnë edhe nuk e kanë, qëllimin aty e kanë të turprojnë si njeri, të ta hup, të zhvlerësojnë.
tani të marrë strajcë të kërkoj azil politik dikun ose të shkoj dikun. Për shkakun e këtyre ta quaj kështu, njerëzve të papërgjeshëm, njerëzve profiter, njerëzve dashakeqës, shpirt lik e kështu me radhë. Domethënë, prandaj po them, ne s'kemi krijuar strategji kombëtare. Edhe nuk arrim dot ta krijojmë këtë strategji kombëtare. Sa herë shife, që kërkon Albin Kurti për shqiptarët e Maqedonisë që flet, që kërkon ky i Maqedonisë flasi për Albin Kurtin, që kërkon Edi Rama të flas për shqiptarët. Ore, po ne jemi një popull, kemi një korpus vlerash, ne kemi një gjuhë, traditat, histori, historia jonë nuk ndahet. 12-ën nuk kemi pas ne shtete, do thot shtete kufi territore, kufi politike. Ne kemi qenë në Imperatrinë Osmane një. Shtetet voni kemi në Ballkan, bas 12-ës rënjës perandorisë. Më thënë, mund që e shof do analist që dalin edhe që flasin broçkulla se Shqipëria, Kosova, kjo jo, kuptoj në spektrin politik. Po edhe unë kur shkoj, sepse nuk është e njëjta të kesh t'jesh gjermane, të kesh të si gjermane, se t'jesh emigrant Gjermani dhe të kesh të si gjermane, është në rregull se nuk të shkruan. Po jam vendin tim. Unë sa herë kam pasur probleme, domethënë ti e Maqedonas, jo, unë jam shqiptar nga Maqedonia, sepse nuk është e njëjta shtetësia me kombin. Do thot në këto kontekste që i kemi ne. Unë nuk bëhem dot brenda natës Maqedon, nuk kam as djesi, as historinë, as simbole, do thot unë i pranoj. Nuk është problemi se më pengon. Mirë po thjesht dua të mbrohet ajo që është edhe me kartë e Kohëve të Bashkuara 48-s, edhe me gjitha kartat që dalin, do thot rezolutat nga Komisioni Evropian për shkak të mungesës së një kushtetute që s'merren vesh, por duhet edhe Maqedonia ta respektoj përkatësinë time kombëtare. Unë ende quhem, e dini si quhemi ne shqiptarët. Ne quhemi kombësi me atë kuptimin e Titos që e ka krijuar. Do thotë ne nuk jemi komb, ne jemi kombësi, sepse Tito e ka krijuar përveç kombit edhe kombësinë, se ju thoni përkatësi kombëtare kështu me radhë, do thotë kombësia është edhe shtetësi. Megjithatë ne kombësi në kuptimin e Kosova, Vojvodina, shqiptarët kanë qenë që mos kenë ndonjëherë pavarësi. Mos mund ta do thotë kombe kanë qenë vetëm 6 republikat. Pra unë jam ende nacionalnos me kushtetutën, domethënë nuk jam komb në Maqedoni. Edhe këto janë manipulimet që po bën politikisht në vazhdimsi, edhe që dikush përfiton kurriz të këtyre se gjoja shqiptarët janë shtet formues. Nacionalnos që është, do thotë jo nacia, nacionalnos që ka shpikur Titoja nuk je shtet formues. Zja më kupton, juridikisht ne jemi, do thotë një lloj pakica më e madhe në vend, politikisht ne jemi komb shtet formues sepse dikush po shef ëndra gjithkohën. Një politikan që do të përfitoj në sap të një kombi si që jemi në shqiptarët në Maqedoni. Këtu është problemi. Profesor, unë të falenderoj shumë për bisedën, për të vërtet atroq për veprimtarinë tuaj, edhe për gjithçka tjetër në këtë bisedë, që shpresoj që vazhdojmë sërish në të ardhmen për të folur për çështjen shqiptare. Aq më tepër dhe me tezën tuaj që shpalosët sot për krijimin e këtij bordi për treva shqiptare, për një strategji. Ta quajnë si duan edhe mbi politik ose mbi nacional, ku e diun si ta quajnë, do të ishte mirë, po jo se e bojnë, o zoti Balla, këta nuk kanë bërë asgjë në këtë drejtim, po të themi sikur duhej ta bënin. Do thot uroj që të ndërmarrin një. Problemi është te kryetari, aty është gjithmonë, kush do jeti pari. Aty është. Ju falenderoj edhe unë që isha pjesë e misionit tuaj, ndoshta i thash do gjëra të tepërta, por mendoj që mirë të ftillohen gjërat dhe të kuptohet fenomeni. Faleminderit shumë, profesor.